mes dritës së yjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapele fake, Shqipëria zgjodhi yjet. Mes ngjitjes vështirë në maj dhe rënies së mbyllur në Humner, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Mes korit ton për Europën dhe një grumbulli radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin ton. Faleminderit, Shqipëri. Fal, para se të bëjmë një koment. Jepi. Do ma mbash pak? Sa të duash ti? Dhe kur thot dita një mia në sprapi duket pak. Se na takon. Normale. Çop. Vazhdo. Jo, kaq mjafton. Po, patjetër. Ate, Veç lidhje do të ketë. megjithatë, ju falenderoj shumë Ed. Kjo pa para këto. Si ishte kjo një kjo nga kujt ishte kjo? Kjo është këngë e grupit të Tepelenës. Jo Tepelenës. Tepelena parua me Golikun. Është Bënça parua me Golikun dhe fillon. Dëgjoj argjiro Shqiponja, këngën që të sjell gjitonja. Dhe për birin e shtrejtë të zemrës. Big Brother ti më burr. Po ç'pun ki, po s'merrin vesh ata atje. ka zënë vendin e dytë në festivalin e Gjirokastrës, i ka dalë dhe 2 pikalot dhe i si këtë madh, po patjetër. 2 pikalot. Dhe 2 pikalot. Dhe Goliku, ai ishte edhe ai një artist më dhe Goliku vazhdon të Dhe këndojë. Goliku erdhi dhe hapi fushatën. A vazhdon Goliku? Po hapi fushatën e Atë jo, e di pse, sepse diç kërkon. Po, veç ditlindje do të ketë. Patjetër më. lart,